Censusi i shpendëve dimëror vijon në zonat liçenore të Shqipërisë si pjesë e një procesi kombëtar monitorimi që zhvillohet çdo vit gjatë muajit janar. Numërimi kryhet në 34 zona liçenore në të gjithë vendin me qëllim vlerësimin e gjendjes së biodiversitetit dhe ndikimit të faktorëve mjedisor. Në qarkun e Korçës, fokusi kryesor ka qenë liçeni i Prespës, ku procesi ka përfunduar, ndërsa këtë të diel monitorimi vijon në liçenin e Pogradecit. Sipas specialistit të zonave të mbrojtura Gani Bego, në këtë liçen janë përcaktuar 10 pika të përhershme numërimi dhe janë angazhuar 2 grupe monitorimi. Atëherë censusi i shpendëve është një proces numërimi të shpendëve kryesisht në zonat ligatinore dhe liçenore në Republikën e Shqipërisë. Gjithsej janë rreth 34 vende për të numëruar në gjithë Shqipërinë. Në qarkun ton, fokusi kryesor është në liçenin e Prespës, i cili përfundoi dje dhe sot vazhdon liçenin e Pogradecit. Në Pogradec kemi rreth 10 pika të përcaktuara të përhershme për numërimin e shpendëve. Kemi 2 grupe numërimi, një grup ka filluar pranë doganës së Tushemishtit dhe grupi tjetër në Lin. Të dhënat paraprake tregojnë një numër më të lartë shpendësh krahasuar me vitet e kaluara, çka sipas specialistëve dëshmon për një ekosistem të qëndrueshëm të liçenit të Pogradecit, ndërkohë kërcënimet nga aktiviteti njerëzor apo ndryshimet klimatike nuk kanë dhënë ndikime të ndjeshme mbi popullatat e shpendëve ujor. Procesi vazhdon normalisht dhe rezultatet e para janë të kënaqshme. Si vjet kemi një numër, le të themi, më të lartë të shpendëve dhe kjo tregon se ekosistemi në liçenin e Pogradecit është i qëndrueshëm dhe kërcënimet qoftë nga njeriu apo dhe ndryshimet klimatike nuk është se kanë dhënë efektet e tyre për sa i përket shpendëve. Censusi përfundon brenda ditës së sotme, është një ditor brenda ditës së sotme dhe nga informacionet që kemi ne kryesisht zhvillohet dhe në pjesën e Ohrit, pjesën e Maqedonisë, pra bëhet njëkohësisht në 2 pjesët e liçenit, pra pjesën tonë dhe në pjesën e Maqedonisë. Për të patur një rezultat të saktë dhe mos kemi mbivendosje për sa i përket numrit të shpendëve. Në pjesën shqiptare janë 2 grupe. Për sa i përket pjesës maqedonse nuk kemi informacion sa grupe numëruse janë. Nga të dhënat e deritanishme, nuk është konstatuar prania e ndonjë specie të re apo të rrallë në liçenin e Pogradecit. Shpendët më të shpesht mbeten bajzat, lloje të ndryshme rosash, si dhe mjelmat. Këtë vit nuk është se është rastisur apo hasur në një shpend i ri. Përmendim këtu numrin më të madh në liçen e kanë bajzat, lloje të ndryshme rosash, janë mjelmat, kredarakët, karabullakët, pra nuk është se kemi ndonjë spec të rrallë apo spec që nuk është hasur vitet e tjera. Pjesë e këtij procesi monitorimi janë bërë edhe të rinjtë e qytetit të Pogradecit, të cilët kanë marrë pjesë për herë të parë në censusin e shpendëve dimëror. Jam një i ri i qytetit të Pogradecit, gjithashtu dhe nxënës gjimnazit 14 Ëngjëj. Necit të rinj sot morën pjesë në censusin e shpendëve dimërore ujore, të cila mbahet një në vit në muajin e janarit. Për mua, si herë e parë ishte një eksperiencë tepër e bukur, si dhe fantastike, sepse vërtet ne jetojmë në qytetin e Pogradecit, ku kemi dhe liçenin ton të Ohrit, por nuk dinim që kishte gjitha këto lloje shpendesh të veçanta. Përfshirja të rinjve në këtë proces shihet si një hap i rëndësishëm drejt ndërgjegjësimit për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit. Mësuam dhe disa shpendë të veçanta si kretaraku i madh dhe zhytkuqja e madhe mos gaboj. Dhe ishte vërtet një gjë shumë e bukur dhe një eksperiencë tepër për të mbajtur mend. Censusi i shpendëve dimëror mbetet një proces i rëndësishëm për monitorimin e biodiversitetit dhe gjendjes së ekosistemeve liçenore. Të dhënat e mbledhura nga Prespa dhe Pogradeci do të shërbejnë si bazë për hartimin e politikave mbrojtëse, si dhe menaxhimin e qëndrueshëm të këtyre pasurive natyrore, ndërsa përfshirja të rinjve në këtë proces rrit ndërgjegjësimin dhe përgjegjësinë për ruajtjen e mjedisit.